Kjo vezë kushton 21 cent. Një komplet i vezëve në total kushton 6,39 cent. 30 copa vezë gati 7 euro. Që prej çlirimit të Kosovës, kur më shtrejt nuk ka qenë kompleti i vezëve. Inflacioni pa parë në historinë e Kosovës. Veza, që kjo, është u kthy në produkt luksit, kur e shep vezë, kur gjo speciale. Ama sakashorja është e vërtet, ama kushton mbi 20 cent. Nuk është vezë e fshatit, cilat kushtojnë edhe më shtrejt. Nuk është as vezë e arit, s'paku që kjo jemja nuk të këka. Ta lëshoj me kujdes që tash vezën, se me bo me u thy, i hupi 20 cent. Kohëve të fundit, inflacioni i ka prek vezët dhe produktet e qumshit. Veç në tetor, 5,1% ka qenë inflacioni i përgjithshëm. Janë produkte që përdoren çdo ditë, dhe kështu jeta e qytetarit vështirësohet. Është rritje e pakuptueshme, e pa arsyeshme. Nuk shpjegohet veç me çështjen e inflacionit rritja e çmimit vezëve. Fatkeqësisht, autoriteti i pavarur i konkurrencës është jashtë funksionit. E kjo bën më të vështirë kontrollin dhe inspektimin për ndonjë marrëveshje karteli. Sidoqoftë, hani vezë.